Po, është shumë e vërtet që profesioni i logopedisë çdo herë vjen dhe bëhet më i nevojshëm për popullatën dhe rinin dhe gjeneratën e fëmijëve në vendin ku jetojnë. Bëhet më i nevojshëm për shkak të problemeve që po rriten vazhdimisht në... Po, për shkak të problemeve të shumta që po shtohen, dhe ajo që ka rëndësi që të dimë janë faktorët të cilët i shkaktojnë këto probleme në mënyrë që ti paraprim asaj që quhet më mirë parandalimi se sa shërimi një problemi shëndetësor, e njëjta gjë vlen edhe në fushën e logopedisë. Faktorët janë nga më të ndryshmet, vetëm sa ajo që duhet të dimë është se autizmi dallon shumë nga problemet e të folurit. Në esencë, autizmi do të thotë është problem që ka të bëjë me zhvillimin e fëmijës dhe i prek disa nga sferat kryesore që profesionistët i njohin, por rëndom edhe prindrit i njohin. Ndërkaq problemet në të folur, që janë thjesht probleme logopedike, hasin tek fëmijët që kanë zhvillim normal, të cilët janë të shoqërueshëm, bajnë kontakt me sy, të cilët duan dhe japin përqafime, kyçen e lojë me moshatarët, mirë po të cilët për arsye të ndryshme, siç mund të jetë edhe përdorimi i telefonit, ju janë shfaqur problemet në të folur dhe komunikim. Sigurisht që shkaktarët janë nga më të ndryshmet, mirë po në kohën që ne jetojmë dhe pikërisht për pyetjen si quhet sekët, faktori kryesor është faktori i teknologjisë, për arsyen që me fillimin e përdorimit të iPhone, telefon, me fillimin e përdorimit të TikTok-ut, të storjeve me video të shkurtra, problemet logopedike janë rritur shumë në prevalencë. Dhe përveç aspektit të teknologjisë, ndikojnë edhe faktorët e tjerë, siç mund të jenë faktorët anatomik, tek problemet me dislali, që është forma e gojës, rritja më e madhe apo më e vogël e gjuhës në të lindur, qiellëzat, pastaj probleme me dhëmb, dhe janë disa nga më të ndryshmet. Pastaj kemi edhe probleme që janë me bazë ambientale, siç është belbëzimi, ku në këtë rast fëmia nëse gjatë fëmirisë së tij merr shumë vrejtje negative në të folurën e tij, ai pas disa vitesh bashkë me shikimin e videove të shkurtra që quhen Reels, do të vi duke e akumuluar dhe e formuar probleme belbëzimit. Që dy herë po cekni video të shkurtra Reels, dallon problemi me video të gjata dhe video të shkurta? Ajo që ka bën dallimin është fakti se fëmijët deri në moshën 5 vjeçë, deri në moshën 6-7 vjeçë janë akoma në fazën, sidomos fëmijët nën 5 vjeç janë në fazën e formimit të perceptimeve, të modelimit të gjuhës, të modelimit të faktorëve psikologjik. Dhe videot e shkurtra, të cilët japin shumë emocione brenda pak sekondash, dhe kur shikon në mënyrë sistematike me muaj dhe me vite nga fëmia, në këtë rast vjen duke u bërë një kundërrezonancë në trurin e tyre, duke u formuar problemi i belbëzimit në vend të rrjetshmërisë normale të folurës.